Numëroni sa salca të përgatit tani për koshari. Në radhë të parë duhet 1 ton me qep o njerës që t'i skuqim, t'i bëjmë të skuqura, po me që do përdorim qep edhe për salcën, daja edhe si që thash 1 ton i gjithë duhet. Hudra, sa më shumë aq më mirë. Të gjitha këto i pastrova, i lava, i rregullova, edhe duhet që t'i pres me dorë, pasi t'i mbledh të gjitha lëvozhgat e qepës edhe të hudrës, të pastroj një çik vendin aty, edhe fillova pastaj t'i pres. Qepët me që do skuqen duhet t'i presim kështu vilar, nuk duhet t'i presim 4 orë të vegjël, edhe pastaja do t'i skuqim deri sa të marrin këtë ngjyrën, akoma dhe më shumë i donte burri të skuqura. Në fund të një hodha edhe një çik verë, përveç se erëzave që hodha kripi, per dhe tamerik, po të doni mund të mos i hidhni verë. Këto hudrat i griva në këtë mikser, se avash mos rria me dorë, më lodhen, edhe këto i bëjmë me uthull. Kjo është salca numër 2, që përgatita, po duhet jetë salca numër 2. Pastaj vazhdojmë me salcën e domates. Tani, domate do t'i presim, si të shikoni, do t'i grijmë edhe këto në blender, në fakt këto i donte burri me qep të grira fare, të holla, unë i preva kështu copa, edhe nuk i pëlqeu dhe shumë, po hajde nej, se s'ka problem tani, rëndësi ka që unë ja përgatita, i hodha dhe një pelte domate në fund, kripë, piperë, edhe që hodha rigoni hodha dhe kësaj salce, mua më pëlqeu, doli shumë e mirë. Sa përgatita deri tani? 3 salca? Dali, se ka puna akoma.